Po ajo që ka përdum para se me përfundu bisedën është se këta pacientë të cilët e kanë arrit një moshë të pjekurisë, si kur kanë kriju një comfort zone me pamjen e tyne dhe po hajtë ta shpeshojnë emisione dhe përdojnë me intervenu. A duhet ketë nëjë kriter që duhet, a mundet çdo kush me bo këtë intervenim, a ka nëjë smundje kronike që zgudzën me unë nështru këti intervenimi? Unë nëse më lejo, do shta më thonë që edhe të puna trashëgimi se shpesh e kanë të vështirë me të regu që kanë i trashëgimi, edhe për shembull është dinastia Habsburgëve, që dinastia e mbretit vjen Austrisë, ajo dinasti neve shqiptarëve na kanë ndihmuar shumë pavarësit, ata nga që mbartesat shumë afër, ata kanë trashëgu sa ka kaluar një gjend dominant. Edhe kanë trashëgu brez pas vetë, të gjitha kanë pasur sa e kanë marrë këtë titull, ata që kanë vetëm njoftën e poshtme të madhe, ata kanë quajtur sikur patologjia e Habsburgëve. Shkam po domethënë me këto po, te rastet po janë disa raste që nuk lejohet me punu. Rastet nëse pacienti pritshmëritë e tij janë të mëdha, vjen edhe e sheh veten që do të bëhet për shembull, nëse një mashkull Brad Pitt ose nëse është një femër, nëse menon Angelina Jolie, nuk bëhet. Por në konditat materiale tina i ndryshon jeta. Këtu janë te pritshmëria në një, ana psikologjike me një që kanë me çrregullime nivelit qendror në psikologjik është shumë e vështirë. Do të thonë me pasaj mund mos ta pranoj fytyrën e vet, kanë ndodhur raste që kanë bërë vetvrasje, si duket çfarë kanë po për shembull në perëndim kanë ndodhur sa ka po veten fytyrë që ka dukshë vetja. Edhe kanë ndodhur kësi raste, se kanë parë janë raste shumë të rralla, po janë duk më mirë. Po janë duk më mirë, pas e pajtuaj me pamjen tjetër. Pastaj janë disa problematika të vetë organizmit që s'lejohet, për shembull janë problematika që janë me probleme të gjakut që nuk i nalë gjakun mungesë koagulimi i gjakut, janë disa patologji që nuk lejohet. Diabeti ose po diabeti zakonisht aty nëse menaxhohet, janë ka sazat menaxhimit ai rregullohet, menaxhohet kryet vështirësi normal gjashërimit i ka do probleme, po janë gjëra, janë disa që me vështirësi po kanë protokollet e veprimit, kurse disa thoja që kanë të vështirë. Smundje maline? Po, smundje maline patjetër, si të ka smundje maline ai duhet më marrë vesh, shëndetja është prioritet. Po nëse e ka kaluar, po të mos i ka të dobësuar kockat ose nëse ka në nofull, o diçka tjetër ka të kalu bën rekuperimi, po në harmoni me një konsultë me onkologën e tij, duhet me di stadin, zhvillimin edhe gjithë ato. Konsultat janë shumë të rëndësishme. Unë i tham shpesh nëse llogarit ortodonti plus kirurgu barabar me funksione dhe estetika. Dhe deli pasqyrat. Po, domethënë ortodonti edhe kirurgu maksilofacial duhet me punu shumë ngushtë për me mbri funksione dhe estetikën. Funksione dhe estetikën as guxon funksioni me mujtë estetikën, as estetika me funksione. Çdo herë duhet jana, si më thonë, me shku paralel. Të janë shumë të rëndësishme te po, duhet bashkë shkojnë për me pas një jetë cilësore, është fjala. Gjitha intervenimit janë për një jetë cilësore në fund. Absolutisht, sepse jo çdo herë mjafton bukuria, nëse na nuk kemi një jetë cilësore që i përmendet disa herë të gjitha ato mangësitë që një person i përball me jetën e vet për shkak të një problemi që shumë lehtë mundet me u rregullu.